Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me atentatin e ndodhur një ditë më parë në qendër të Lushnjës. Nga informacionet mësohet se në lidhje me këtë ngjarje deri më tani policia e Lushnjës ka shoqëruar mbi 20 persona për të dhënë dëshmitë në lidhje me atentatin ndaj Julian Sulës. Mes të shoqëruarve pjesa më e madhe janë dëshmitar që kanë qenë pranë vendit të ngjarjes, por shoqërimi janë bërë edhe për ata që njihen si persona që kanë miqësi apo familjar të 45 vjeçarit. Vetë ky i fundit në dëshminë e tij menjëherë pas ngjarjes nuk ka ndihmuar as pak hetimin, pasi ka thënë se nuk dëgjoi për atentatorët, nuk di asgjë, s'pash asgjë, vetëm dëgjova krismat dhe ula poshtë sediljes t'i shpëtoja plumbave. Mësohet të ketë thënë Julian Sula në dëshminë e tij para tokave të zeza. Ndërkohë, përveç kthyrjes së kamerave të sigurisë, është duke u verifikuar targa dhe pronësia e automjetit që u gjeti djegur me një pistolet brenda në fshatin Licaj. Atentati ndaj Julian Sulës ndodhi pranë stadiumit të Lushnjës, ku disa shtetas qelluan me breshëri automatiku dhe pistolet nga një automjet në lëvizje. Nga të shtënat mbeti i plagosur në këmbë 45 vjeçari Julian Sula, shtetas me precedent penal dhe i njohur për konflikte me antar të bandës së Aldo Bares. Pistat ku po hetohen janë disa, duke nisur nga e kaluara e Julian Sulës në vitin 1997 deri në ditët e sotme, si lidhjet e tij me trafikun e narkotikëve dhe bizneset. Julian Sula ishte një person i cili prej 2 vitesh lëvizte lirshëm në Lushnjë, madje edhe në këmbë. Mjetët që ai përdorte ishin bërë dhe ishin shpesh herë të blinduara dhe shpesh herë jo. Ai është një person i njohur për policinë, pasi është ndalur për armbajtje pa leje dhe kundërshtim të punonjësve të uniformave blu.